Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për 10 malet më të lartë në botë. Mali Everest. Mali Everest është maja më e lartë e botës, i lokalizuar në pjesën veriljindore të Nepalit. Lartësia e majës më të lartë në botë është 8.848 metra mbi nivelin e detit. Mali K2, Pakistan. Mali K2 është mali i dytë më i lartë në botë, me një lartësi mbi nivelin e detit prej 8.611 metra dhe renditet pas malit Everest. Ky mal gjendet në kufirin mes Kinës dhe Pakistanit. Mali Kanchenjunga. Mali Kanchenjunga është maja e tretë më e lartë në botë, me një lartësi mbi nivelin e detit prej 8.586 metra. Ky mal shtrihet në të dyja pjesët, si në Nepal ashtu dhe në Indi. Mali Lhotse, Nepal. Mali Lhotse gjendet i katërti në renditjen e maleve më të lartë në botë. Ky mal ka një lartësi prej 8.511 metra dhe gjithashtu lidhet me malin Everest. Ngjitja e këtij mali është ekstremisht e rrezikshme për shkak të terrenit të vështirë. Lhotse ndodhet në kufirin mes Nepalit dhe Tibetit. Mali Makalu, Nepal. Mali Makalu është maja e pestë më e lartë në botë, me lartësi 8.463 metra mbi nivelin e detit. Mali Makalu ka skaje shumë të mprehta dhe maja të pjerta, duke e bërë mjaft të vështirë për të ngjitur. Makalu është një majë e izoluar, forma e të cilit është si një piramidë. Mali Tsho-Oyu, Nepal. Mali Tsho-Oyu ndodhet në zonën e Himalajës dhe Nepalit dhe është gjithashtu maja e gjashtë më e lartë pas malit Makalao. Lartësia e tij është 8.201 metra dhe është një nga majat më të lehta për të ngjitur. Mali Dhaulagiri, Nepal. Mali Dhaulagiri gjendet gjithashtu në listën e majave më të larta në botë dhe ndodhet në qendër të Nepalit. Lartësia e këtij mali është 8.167 metra dhe njihet për numrin e lartë të alpinistëve dhe turistëve. Mali Manaslu. Mali Manaslu ndodhet në Nepal dhe ka një lartësi prej 8.163 metrash, rrethuar nga akulli i fortë shkëmbor, i cili mbulon zonën më të madhe të këtij mali. Ky mal është një nga gjërat më interesante për tu parë. Mali Nanga Parbat. Mali Nanga Parbat është gjithashtu në listën e maleve më të lartë në botë, me një vendodhje në lumin Indus, në Pakistan. Nanga Parbat përkthehet në mal i zhveshur dhe ka një lartësi prej 8.125 metra. Mali Annapurna. Mali Annapurna është mali i 10 më i lartë në botë, i cili gjendet në qendër të Nepalit dhe ka lartësi prej 8.091 metra. Maja e malit Annapurna njihet si maja më e rrezikshme në botë për të ngjitur.